Selamu alaikum wa rahmatullah. Paqja qoftë me ju. Vijojmë me shpjegimin e namazit. Në videon e mëparshme kemi shpjeguar shkurtimisht suren El Fatiha në kontekstin e namazit. Pas sures El Fatiha, në 2 rekatet e para, qofshin në namazet farz apo ato sunete, recitojmë ndonjë pjesë nga Kurani i Shenjtë. E kjo duke përmbushur porosin hynore të përmendur në Kur'an dhe duke praktikuar natyrisht edhe praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an thuhet, lexoni Kur'anin aq sa mundeni. Natyrisht, për këtë kemi nevojë të mësojmë pjesë të ndryshme të Kur'anit. Mund të mësojmë përmendesh pjesët që na pëlqejnë ose mund të mësojmë pjesët që sipas rrëfimeve profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, i lexonte në namazet e ndryshme. Padyshim, kjo do të na zbukurojë namazin akoma më shumë. Mendoj se nuk duhet që sapo të lexojmë El Fatihan të na vi në mendje në mënyrë mekanike ndonjë sure thjesht për ta lexuar e më pas instinktivisht të kalojmë në ruku, sepse kështu ne nuk përfitojmë asgjë nga Kurani. Duhet që pjesëve të Kuranit që ne i lexojmë në namazet tona, tu adim jo vetëm përkthimin, por edhe të përpiqemi të zbulojmë domethënien të tyre të thella. Tek ky playlist mund të gjeni komentime të sureve dhe të ajeteve të ndryshme të Kuranit të Shenjtë. Unë kam shpjeguar disa ajete ose disa sure, do të vazhdoj të shpjegoj inshallah, dhe suret e tjera që do t'i shpjegoj, do t'i listoj po te ky playlist inshallah. Shikoni këtë sure për shembull, me fjalë të thjeshta është shpjeguar surja e famshme El Ikhlas, pra Kul huwallahu ahad. Nga që shumica e muslimanëve e din këtë sure.